Si rëndom, pas dështimeve të njëpasnjëshme të konstruimit të plotë të organit më të lartë ligjvënës në vend, deputetët kanë hedhur akuza ndaj njëri tjetrit për krijimin e bllokadës institucionale. Sot janë bërë 3 javë që kur një grup i deputetëve të Kuvendit Kosovës ka dërguar një kërkesë në gjykatën kushtetuese për të interpretuar pikërisht çështjen e procedurës së votimit të fshehtë, ndërkohë që ne mbesim ende sot pa një përgjigje prej gjykatës kushtetuese për atë se si duhet vazhdojnë tutje deputetët e Kuvendit Kosovës dhe po të njëjtën kohë jemi po ashtu në pritje të një përgjigje nga gjykata kushtetuese për një kërkesë që ka dërguar lëvizja vetëvendosje që ndërlidhet me votimin e mërgatës zgjedhjeve të nënshkutit. PDK, LDK e AK po kërkojnë nga vetëvendosja reflektim për dalje nga ngërçi i krijuar institucional. Ekonomia kosovare po dëmtohet dhe po rrezikohet, 140.000 punëtorë po rrezikohen, familjet tona po rrezikohen, e në ndërkohë Kuvendi dhe institucionet e Kosovës vazhdojnë të mbesin të bllokuara për shkak të kryenetësisë së grupit të parë parlamentar. Sa na përket neve, ne kemi bërë qartë tani me kemi dhënë opsionet e tona dhe kemi vendosur ato në tavolinë, po besoj që gjithë tani me kanë qartë që është lëvizja vetëvendosje ajo e cila e ka bllokuar Kuvendin e Republikës Kosovës dhe lëvizjet duhet i bëjnë ata. Mbetet edhe presidenti jam i ftuar edhe një herë mos janë pjek politikisht këta njerëz edhe me dalë për kësaj situate. Kemi hup shumë, do të hupim prapë, por shpresoj që do t'i bjen mend dikujt që jemi zgjedhur, duhet me bë zgjedhje, na duhet me bë. Seanca për konstituimin e Kuvendit ka nisur nga 15 prilli.